një fjalë, tha ti ke kaluar aty dhe më ke thënë tha jam mirë 23 vjeçare. Unë gjas më kisha thënë atë për Mirin dhe Nikolin. Jo se çfarë e vërtet. S'është vërtet. Erdhi natë. Po flisem me Nikolin dhe i thashun të rish mosh aty, 23 vjeç. E qefti nga smash. Dikush dikuj se më kujtu tani. Kam qenë me Nikolin aty, duke bërë muhabet, se tani më kujtu, kam qenë duke bërë muhabet aty dhe ti ke shku, ke marrë ujin, duke dalë shu. Samiri shkon muhabeti me 23 vjeçare këtij. Jo, kur s'ka thënë. Edhe ja ka përdor dhe Nikol. Gazoja ime se ka thënë. Ndërsa erdhi natë. Po flisem me Nikolin dhe i thashun të rish mosh aty, 23 vjeç. E qefti nga smash. Ju kam thënë që në fillim që një nga armët më të forta të një banori në Big Brother është të mbash mend. Të mbash mend mirë se çka ke thënë, çfarë kanë thënë për ty, çfarë kanë thënë për njëri tjetrin dhe pastaj mbi këtë ti të jesh vigjilent ose vigjilente në marrëdhënien pastaj me banorët e tjerë. Mirë, po Selin nuk e mbaka mend që e pas ka thënë vet, le të themi që se mbaka mend, që e ka thënë vet dhe tash i thotë nuk e kam thënë. Po e ke thënë Selin, e ke thënë. Po çëndsi ka, a e ke thënë as e ke thënë. Rëndësi ka që, shiko, e bukur është që këto 7 ditë e fundit, të javën e fundit, unë kam thënë që s'ndodh në gjë e madhe, nuk ka drona, s'ka parashut, është një izolim pothuajse i plot me ndonjë gjë të bukur, por ajo më e bukur që ndodh në këtë ditë është që banorët ulen dhe flasin pa tone të larta. Dhe këtu mund të kuptosh dhe mund të mësosh shumë gjëra. Për shembull, mbrëm Selin dhe Rogert, për çudi është ulur Selin dhe Rogerti, Selina me Rogertin, janë ulur dhe kanë folur 2 orë, 3 orë me një dialog të qetë, interesant, vetëm për Mirin. 2 sahat vetëm për Mirin. Kjo tregon që këta 2 personazhe e ndjejnë si thosh rëndësinë e Mirit në shtëpi. Një kjo, e para. E dyta, këta që thonë Miri s'ka bërë asnjë gjë, s'ka bërë asnjë gjë. Po si mund të ulesh të flasësh 2 orë për Mirin të thonë ai ka bërë këtë? Po ka bërë dhe këtë, po i ka thonë dhe këti, po pas ka bërë pra, të shi o ka bërë, o s'ka bërë. Pra ne them, shiko, duhet të mbash mend çfarë thu. Duhet të mbash mend, jo mend, po duhet të mbash mend mirë, se çfarë thu, se për ndryshe pastaj jo se ndodh në gjë e madhe, po thjesht për çështje